synit tonë, profesionit tonë, po mendoj që e shet diçka tjetër që na nuk mundemi me po. Na si profesionist, unë për vete, kur e pash filmin, vrejta shumë në relacionin e prindërve që kanë kriju me djalin. Do thot jep shumë e kuptu. Që po thome, ka mini tema. Do thot, edhe aty kur fillon me gjyku vetën, ku kemi gabu, unë vetë ja kom blesonin, unë vetë kom lujt me të, që ka po mbyn të gjojset, po mbyn të asjera, unë gjdo herë që kom shkuja, kom ofru, ka thona po lun me mu. Baba do më thonë, kur u kësej kem rapa, mi kujtu se qysh kjo ka fillu me u lidh me teknologjin. Po kjo, jo do më zëshmërisht është e mirë. Jo nuk, kjo për jep rezultate, do më thonë që me një anë është si një farë hjekje e përgjegjësisë prindit edhe me vendos fëmin në kontakt me botën virtuale. Do të thotë nëse të kujtohet e filmi, kur thotë nana nuk e kuptojsha qysh ndodhë deri në ora një djali rrën zgjut të lujt edhe unë veç i tham mjaft është shumë edhe nuk thot asnjë fjalë veç e nal dritën edhe flan. Do thotë edhe kjo po na tregon për një raport jo qysh duhet me qenë mlana një familje, mlana një raporte djalë-nan për shembull, ose djalë-babë, që kërkon figurën e babës me pas prezente. Po, okej. Po du me ditë që tha Dardani nuk piqet prindërit keq, do më thonë kuptimin të pakujdesshëm, po të pavetdijshëm. Çka nën kupton që kjo e pavetdijshme? Se e po shi reaguve dhe po të diqka. Ajo është, se përima se cili prind munohet me bo ma të mirën për fëmijët e vetë. Nuk ka prind të keq, nuk ka fëmijë të keq në fundit. Janë qëto dinamikat që varen edhe për shumë faktorëve tjerë të jashtëm edhe të brendshëm faktikisht, që tash dalim të qajo e pavetdijshmja, që ndikojnë me kriju qëto të lashe që ma vonë ka pasoja shumë mëdha. Nëse ndalimi të pavetdijshmja nështë është mirë me potencu edhe një deklarat të Carl Jung, kur thot që bara ma e madhe që e bojnë fëmijët është domethënë jeta e pajetuar e prindërve të tyre. Me këtë na lën me kuptu për çit pjesën e pavetdijshme të prindrimit. Këtu e kemi edhe rastin kur baba thot që unë kur kam qenë në moshën e këtij, baba jam më ka denu, kur kam bënë diçka më ka rre, edhe unë gjithmonë kam thonë që unë e fëmin tam kur s'kam rre, ç'është. Kjo është pjesa jonë e pavetdijshme që na tash menojmë, që nëse na fëmin tonë nuk e rrehim, se jemi të rrehun, është një traumë që na nuk e kena të i kalu, po tash menojmë që na me luftu qatë pavetdijshmen, që na kena përjetu në sistemin tonë nervor, që tash jena prind, edhe menojmë që veç nëse nuk e rahim, na jena prind i mirë. Kjo është prindrimi pavetdijshëm. Nuk e shohim nevojat si një qenje e veçantë që është. Nështë nuk është e mjaftueshme. Nuk është e mjaftueshme veç mos me ra, ka shumë sene tjera që do të me ofru për nevojat e ti. A i ka menu që nëse baba mu nuk më kishë re, për mu i shkon shumë mirë, që s'ka njëtën tam i shkon mirë. Edhe unë kur fëmin tam s'ka me re. Edhe kishë bu gjithë shka, do më thonë me mlejfet e tina, ka shtyp, zemrimet, mës më u shfaq agresiv para djalit, por kjo është një lidhje pavetdijshme që ti e krijon. Jo një lidhje autentike që duhet më kriju mes babës edhe djalit.